Si vetmja grua drejtuese e Pallatit të Kulturës në Librazh, a ka qenë e vështirë për ju të arrini këtu? Unë kam ta pranoj këtë, por edhe e pranoj dhe me krenari një kalvar të gjatë mundimesh për të arritur deri këtu, te kjo ëndër tashmë realizuar, por sepse kam punuar në disa institucione të ndryshme, më duhej të sakrifikoj deri diku, domethënë, por asnjëherë pa hequr dorë nga ëndra për të qenë pjesë e Pallatit të Kulturës, sepse një artist nuk heq kollaj dorë nga ëndra. Unë gjeta mënyrën time për ta shfaqur personalitetin tim, për ta treguar atë vlerë që ndoshta institucionalisht ishe mohuar. Sepse po t'ishe se isha e vlerësuar, do ta kisha gjetur më lehtë, më shpejt një punë në institucione. Dhe duke parë edhe trokitur disa edhe dyert ishin të mbyllura, unë mendova dhe thash, po pse do t'i lutem tani institucioneve, kur unë mund të bëj diçka, mund të bëj edhe vetë për veten time, por edhe për gratë të tjera që kanë të nevojshme të kenë një qasje, një mbështetje, një derë të hapur, do të thoja. Dhe vërtet, për aq kohë sa organizata ime gati për 15 vite funksionoi, ishte një derë për komunitetin, për gratë të cilat ishin me probleme sociale të shumta, ku unë vetëm i trajtoja me ndihmë ekonomike, me gjithçka çfarë mundesha unë, me formim profesional, dhe jam shumë e kënaqur që ja dola